Fakti se unë kam punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Edukimit. Jam shumë e interesuar për përparimin e sektorit të arsimit. Faleminderit për ftesën së pari. Jam e nderuar të jem këtu në mesin tuaj, ku zhvillohen idetë për të cilat ne ëndrojmë që një ditë të bëhen të vërteta. Alternativa është hera e parë që po aplikon si kandidate në zgjedhjet lokale. Dhe besoj se për këtë temë më shumë ti do të dëgjoni prej Merkur Beqirit nesër në takimin me te, ndërsa unë do të fokusohem në dy tema kryesore të cilat e kam si vizion për t'i realizuar. Arsyeja pse ky vizion, prej nga vjen ky vizion, është fakti se unë kam punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Edukimit dhe normalisht që jam shumë e interesuar për përparimin e sektorit të arsimit dhe të fushave në të cilat ndikon ajo. Një aksion që kemi bërë në ndërkohë, kemi kontaktuar ambasadën e Danimarkës, prej të cilëve kemi kërkuar ndihmë rreth programit të empatisë, i cili është një program që zhvillohet në Danimarkë për më shumë se 30 vite, edhe mendojmë se në Kosovë ka shumë nevojë për program që do të trajtonte temën e empatisë për shkak të sjelljes jo adekuate të fëmijëve në komunikimin e përditshëm. Prandaj ky është një prej ideve. Ideja tjetër është Ellis Island. Ellis Island është një emër i një programi që quhet English Learning Instructional System, dhe ky është një program që e kam realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $1.8 milion vlerë për të mësuar njerëzit anglisht të komunikojnë në mënyrë shumë elokuente. Edhe pika e fundit kisha thënë që do të jetë shëndeti mendor, ku hyn veçanërisht problemi i varësisë.